Maqedonia e Veriut po intensifikon përgatitjet për sezonin veror të zjarreve duke aktivizuar një plan për angazhimin e ish-pjesëtarëve të policisë, armatës dhe njësive zjarrfikse. Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim ka shpallur thirrje publike për rekrutimin e personave me përvojë në sektorin e sigurisë dhe emergjencave, të cilët do të ndihmojnë në përballjen me zjarret pyjore dhe ato në zonat e hapura gjatë muajve të verës. Sipas planit, të angazhuarit do të punojnë si drejtues të automjeteve speciale zjarrfikse, operator të pompave kundër zjarrit dhe pjesëtar të ekipeve që ndërhyjnë drejt për drejt në terren. Në dispozicion do të vihen edhe automjetet të specializuara përfshirë mjetet të ish-armatës të përshtatura për luftimin e zjarreve. Ejani, ndihmoni dhe fitoni 2150 euro për 3 muaj gjatë verës, duke marrë pjesë në shuarjen e zjarreve në hapësirat e hapura që priten të përballen përpara nesh. Orari i punës do të përshtatet sipas nevojave për përballimin e zjarreve, që do të thotë se ekipet do të angazhohen në terren në ditët kur ka numër më të madh zjarresh dhe do të qëndrojnë në detyrë për aq kohë sa ka nevojë dhe kushte për veprim. Autoritetet kërkojnë kandidat me 5 vjet përvojë në polici, ushtri ose në njësitë zjarrfikse, pavarësisht nëse aktualisht janë në pension apo nuk janë më pjesë e këtyre institucioneve. Sipas kushteve të shpallura, kandidatët duhet të jenë në gjendje të mirë shëndetësore dhe fizike për t'u angazhuar në operacionet e ndërhyrjes në terren. Për 3 muaj angazhim gjatë verës do të marrin gati 2100 euro neto, ndërsa pensionistët do të vazhdojnë të marrin pensionin e tyre. Kjo nismë vjen pas disa sezoneve të vështira me zjarre në vend, ku temperaturat e larta dhe periudhat e gjata të thatësisë kanë rritur ndjeshëm rrezikun për shpërthimin dhe përhapjen e tyre.